لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, dukuria e keqe e vrasjes është njëra prej dukurive që për çdo ditë po merr për masa më të mëdha. Pothuajse shpesh na vjen që të dëgjojmë përmes lajmeve, përmes mjeteve të informimit, përmes rrjeteve sociale, dukuria, ndodhia e vrasjes. Dhe vrasje familjare, kur ndëgjojmë bashkëshorti e vret bashkëshortën dhe anasjelltas, apo prindi e vret evladin apo anasjelltas, apo vrasje që nuk kanë ndonjë lidhje familjare, sikur as shoku e vret shokun e vet, apo për ndonjë qëllim material, qëllim të ndonjë biznesi, e vret shoku në biznes shokun e vet, apo dhe për ndonjë motiv tjetër të devijuar. Realiteti është se kjo dukuri është duke marrë për masa të mëdha në shoqërinë tonë. Sidomos kur e dini se vrasja e qëllimt është njëra prej mëkateve më të mëdha. Pas idhujtarisë është njëra prej mëkateve më të mëdha. Sepse nuk është e drejtë e askujt që të merr gjakun e dikujt, apo ta merr jetën e dikujt, sepse jeta është ekskluzive dhurate Allahu xhelle xhelaluhu. Sidomos kjo dukuri, kur merr për masa të mëdha, duhet që të aktivizohemi të gjithë si shoqëri. Secili prej këndit të vet, secili në fushën e vet, dhe të mundohemi që ta largojmë këtë dukuri të shëmtuar nga shoqëria jonë dhe ta sensibilizojmë shoqërinë tonë, që ta edukojmë në mënyrë që të kenë kujdes nga kjo dukuri negative. Allahu xhelle xhelaluhu thot në Kur'an: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adhaban 'azima. Dhe ai I cili e mbyt një person qëllimisht, ai do të jetë në zjarr të xhehenemit për gjithmonë. E fiton mallkimin e Allahu xhalla xhelaluhu. E fiton hidhërimin e Allahu xhalla xhelaluhu dhe do të jetë I mallkuar deri në ditë të Kiametit. Kjo dukuri të nderuar vëllezër e shfaqur në shoqërinë tonë nuk duhet që të kaloj vetëm me një këshill, me një udhëzim, mirë po mendoj se duhet që të ketë të aktivizohen gjitha mekanizmat në mënyrë që të shohim pse ndodh kjo, cilat janë shkaqet që ndodh vrasja dhe cilat janë motivet që vinë deri tek vrasja, e pastaj edhe formën dhe metodën e shërimit të kësaj dukurie në mesin tonë, në mesin e shoqërisë tonë. S'ka dyshim se janë disa prej shkaqeve, ne jemi të folë për raste të përgjithshme. Nuk jemi të folë për raste të veçanta. S'ka dyshim se kjo dukuri prej shkaqeve që është përhap shumë dhe ka marrë masa të mëdha, ndoshta edhe është mosdenimi I meritum I atij I cili e kryen veprën. Sikur nuk po mjafton burgimi I atij I cili e mbyt dikon, qëllimisht. Sikur nuk po mjafton dënimi I atij I cili e mbyt qëllimisht dikon. Dhe neglizhenca e mekanizmave të institucioneve në dhënien e dënimit meritum atij I cili bën vrasje qëllimisht ka ndikuar që kjo ndoshta të rritet dhe njerëzit ta marrin me lehtësi dhe ta veprojnë këtë veprim në ndonjë moment prej momenteve që ai do thotë gjendet para kësaj situate. Për këtë arsye të nderuar vëllezër, mos habitemi ku në përvendet e zhvilluara do të aplikojnë ku vrasja ka marrë për masa të mëdha, vrasja e qëllimt, do thotë ose shqyrtohen nga ligjvënësit që të ndryshojnë masat e ndaj atij I cili e bën këtë krim, apo edhe në disa shtete të zhvilluara aplikohet do thotë edhe ekzekutimi I atij I cili e bën vrasjen me qëllim. E s'ka dyshim se Allahu xhalla xhelalu në lidhje me këtë temë thot walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dhe ju në barazin e dënimit që ja jepni atij I cili bën mbytjen qëllimisht, do në barazoni me dënimin me atë që e ka marrë viktima, ka thonë Allahu ka jetë për njerëzit. Ka jetë se të rahatohen njerëzit prej kësaj. E kanë sigurt pastaj jetën e tyre. Ndërsa Allahu xhalla xhelalu në një ajet tjetër thotë wa katabna 'alayha fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinn wal-juruha qisas. Dhe ne I kemi obliguar atyre në Tevrat, në librin e mëhershëm, se njeriu nëse mbyt qëllimisht mbytet. Njeriu për njeriu, veshi për veshin, hunda për hundën, syri për syrin, edhe plaga ka kompenzim. Edhe plaga ka kompenzim. Andaj vendet e zhvilluara dhe njerëzit që e organizojnë jetën e atyre vendeve dhe vendosin ligjet për të ecë njerëzit e atij vendi, me të vërtetë seriozisht janë të shqyrtuar, do thotë çështjen e qysh me ul ndikimin e kësaj dukurie apo vrasja që bëhet e qëllim në atë shoqëri. Tjetra prej shkaqeve është alkoholi. Është njëra prej shkaqeve që ndikon edhe e çon njeriu deri në tek vrasja e qëllim. Sepse njeriu gjatë
kur dehet e hum mendjen e tij. Dhe kur e hum mendjen e tij, ai nuk e din se çka vepron. Dhe për këtë arsye, ai I cili dehet dhe e bën veprimin, e bën vrasjen, llogaritet sipas shariatit, llogaritet vrasja e qëllimt, sepse mu për këtë Allahu xhalla xhelalu e ka ndaluar alkoolin dhe alkooli është nana e gjitha atë këqijave dhe për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallku atë I cili e pin alkoolin, atë I cili e bart alkoolin, atë I cili e shërben. Pse? Sepse është një dukuri shumë e keqe që mundet me quhe shumë let deri tek vrasja e njeriut qëllimisht. Pastaj substancat narkotike janë prej shkaqeve që çojnë në mbytjen e njeriut qëllimisht. Ndoshta është edhe më I rrezikshëm se sa alkooli, sepse ai I cili është në ndikimin e këtyre substancave nuk gjen metodë dhe formë për të arritur deri tek qëllimi I tij, qoftë edhe përmes vrasjes së qëllim që e bën. Qoftë edhe përmes vrasjes së qëllim që e bën. Dhe gjithashtu prej shkaqeve është edhe shiqimi I filmave dhe serialeve të ndryshme, të cilat do të provojnë kriminalitet dhe provojnë dhunë në shoqëri. Dhe kanë thënë psikologët se ai njeri I cili shiqimin e tij e ka vazhdimisht në gjanat kriminale, duke I pa përmes mjeteve, përmes televizioneve, programeve ndryshme, apo ai njeri I cili do thotë vazhdimisht që përballet me këto, ati në mbrenësinë e mendjes së tij I krijohen këto gjana dhe I vendosen në mendjen e tij. Për këtë arsye është shiqimi I filmave, I serialeve që provojnë dhunë dhe kriminalitet, është njëri prej faktorëve që ndikon tek njerëzit në shtimin e kësaj dukurie. Pastaj do thotë idhrimi, nervozizmi, pastaj do thotë xhelozia, inati, konfliktet e ndryshme. Gjitha këto janë shkaqe të cilat ndikojnë në shtimin e kësaj dukurie. S'ka dyshim se ai I cili e vepron këtë dukuri dhe këtë krim e ka një motiv. E që dhe këto motive duhet t'i luftojmë dhe duhet t'i kuptojmë I drejt. E para është do thotë prej motiveve që e ban njeriun me marë këtë veprim është lakmia për pasuri. Lakmia për me ja marë dikujt ato që ja ka dhënë Zoti. Ai I cili e ka këtë sifat keq, ai I cili e ka këtë keqe, ai pastaj nuk zgjedh metodë dhe formë për me marë atë që lakmon. Lakmia për me pas edhe ti sikur ai që I ka kufit e vet, I ka rregullat e veta dhe nuk guxon të lihet në formën e dëshirave të njerëzve, sepse kjo bëhet si motiv për me shkaktue vrasjen e qëllim. Pastaj do thotë përdhunimin dhe si motivi përdhunimit ata që miren me kindapimin e fëmijëve të ndër, sidomos të gjinisë femërore. Pastaj do thotë kur e bëjnë përdhunimin për me mshef krimin si motiv është edhe mbytja e njeriu. Pastaj është edhe hakmarrja, që është njëra prej motiveve, e kjo është zakonisht zhvillohet në vendet ku ka adetet këqija, vëllezër, ku ka traditat këqija. Pastaj marrja e gjakut. Edhe kjo është një adet I keq, që për fat keq do thotë shumë kohë na kemi vujt nga kanunet e ndryshme, se si të vrasin dikush do të mja vrat dikon prej antarëve të familjes. Kjo është adet I keq, kjo është traditë e keqe. Do me këto duhet miren qarqet institucionale, shteti miret me këto. Jo vrasja me qenë se të ka vrat dikush ti me vrat qëllimisht nga aspekti individual. Sepse kjo pastaj krijon hallka zinxhirore që pastaj do thotë ka ndodhur më herët, po kjo tash ka filluar prapë të shfaqet në shoqërinë tonë, që nëse ka ndodhur një vrasje për një familje, ngritet ai tjetri e vret, pastaj do thotë ai e vret ta, pastaj ky ata dhe ka shku deri në 7 shok apo 8 shok gjaku I njerëzve. Dhe ndoshta janë vrarë njerëz të pafajshëm shpesh herë. Po ashtu të ndërrohet prej motive që njerëzit e bajnë është edhe vrasja që I thonë vrasja e nderit. Çfarë është kjo vrasja e nderit?
E ka bërë dikush një marrën familjen tone, nuk lejo ty si antari familjes, si prind, si udhëhec, por me mbulu e marrën edhe me bo vrasje tek ai personi i cili e ka bo marrën. Megjithse marrja është një krim në vete, mirë po ti nëse ke bo vrasje, ke bo krim mbi krim. Andaj të nderuar vëllezër, kjo temë kemi disa ligjërata rreth kësaj teme për ta trajtuar ashtu siç duhet, në mënyrë që ta mundohemi që ta ngritmi vetdijen tonë, ta sensibilizojmi shoqërinë tonë, në mënyrë që të ruhemi dhe t'i denojmi gjitha ato akte dhe gjitha ato vrasje që bëhen qëllimisht, duke lutë Allahun xhelle xhelalu që të na ruaj shoqërinë tonë nga kjo dukuri, duke lutë Allahun xhelle xhelalu që të na udhëzoj në rrugën e drejtë, në atë që është e mirë dhe e dobishme, e të na largojë nga ajo e cila është e keqe, nga ajo e cila është shkatërruese. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.